Gruaja 35 vjeçare akuzohet për vrasjen e fëmijës së saj të porsalindur, dyshohet se u ahodhi qenve. Një rast që te i kalon kufit e arsyes njerëzore dhe ka shkaktuar tronditje është nën mikroskopin e autoriteteve çeke. Zbulimi pjesëve të një foshnje të porsalindur në kopshtin e një shtëpie pranë kufirit gjerman ka çuar në arrestimin e një gruaje 35 vjeçare e cila akuzohet për vrasjen e fëmijës së saj, ndërsa policia po heton mundësinë që gruaja u ka dhënë mbetjet e të porsalindurit qenve për t'i ngrënë. Detajet e rastit po tronditin edhe oficerët më me përvojë të policisë. Rasti i tmerrshëm filloi të zbulohej javën e kaluar në qytetin Kinsperk, nat Ohri të Çekisë, një komunitet i vogël me 5.000 banor, rreth 20 kilometra larg kufirit me Gjermaninë. Sipas informacioneve, vjera e 35 vjeçares ishte ajo që u përball me pamjen e tmerrshme kur zbuloi dorën dhe krahun e një foshnje të porsalindur të vdekur brenda një qese plastike në një kopësht pranë shtëpisë së veçuar ku çifti jetonte me prindrit e burrit. Autoritetet u mobilizuan menjëherë dhe dhjetra shpëtimtar dhe oficer policie që krehën zonën me kujdes dhe me përpikmëri në të gjitha kazanët e plerave në rrugë. Megjithatë, pa qenë në gjendje të gjenin pjesë tjetër të trupit të foshnjës, duke i përqendruar hetimet e tyre te gratë shtatzana në zonë, foshnjat e të cilave u zhdukën papritmas. Policia arrestoi të premten nënën 35 vjeçare. Gruaja 35 vjeçare akuzohet për vrasje veçanërisht të rëndë, tha një zëdhënës i policisë. Megjithatë, raporti i gazetës çeke i ka shtuar çështjes një dimension edhe më të tmerrshëm. Hetuesit po e shqyrtojnë seriozisht mundësinë që gruaja u ka dhënë mbetjet e të porsalindurve qenve për t'i ngrënë. Ky version i frikshëm konsiderohet si një shpjegim më i mundshëm për faktin se nuk është gjetur asnjë gjurmë tjetër e trupit të foshnjës.